Mundesh me nda pak më shumë detaje rreth kësaj çështje? Përshëndetje, faleminderit për vizitën. Është padrejti sepse në vitin e kaluar, domethënë 16 muaj 2024, unë jam operu në Spitalin Amerikan në Tiranë, në tumorin kohë. Pastaj kam fillu punën dikun 19 muaj dhe ato kur kam fillu pas disa ditëve kanë qenë shpallje domethënë te porta hyrëse për emrat për të cilët duhet transferohen për njësi tjera. Ndërta kam qenë në dhonë. Kur kam shku te drejtori i ndërmarrjes te zotëri Shoqëria Sadiko, ato i kam dërgu domethënë dokumentet e mjekësore, të cilat mi ka lëshu Spitali Amerikan dhe Institutit Mjekësisë Punës të Birizit, të cilat ato tregon shumë qartë se çka mund me pas çasje në punë, çka nuk mund me pas. Dhe nuk e kam marrë për bazë, kam bërë ankesë në komision të ankesave në Trepç, as ata nuk domethënë ma kanë thënë negativ, atëherë kam ndjek procedura tjera domethënë gjyqësore. Çfarë pune nuk kemi nevojë në vendin ku kanë transferuar pa njësin tjetër? Me përshimin e vendit punës në njësinë e ambientit. Ai ambient dikush mendon se domethënë është çdo gjë e lehtë, nuk është se përshimi i vendit punës vjen ndesh me shëndetin tëm. Ku mund ta ceku këto, domethënë se çka duhet me evitu në punën lagështi, nxehtësinë të ftohtë, punën e plordhetim, puna ku ka helme industriale. Ato ka helme industriale. Krejt këtu i ke pas në çfarë? Po të gjitha. Se përshimi i vendit punës në ndërmarrjen Trepça, domethënë e specifikon se çka është vendi punës në atë njësi. Kanë ndiku shëndeta e ke vrejt? Po kanë ndiku sigurisht se tash se kam bërë gjyqimin 4 muaj, domethënë kës diagnoza e kam përsëritur. Për sa kohë ke punu në këtë vend? Dikun 6 muaj. 6 muaj. 6 muaj ke nejt me një vend që po një vend po toksik, se për mua ka qenë toksik. Domethënë toksik se as nuk kam pas një vend adekuat për barna. Me lanë për me përdorë. Se ato është vend i pasër. Me për në atë vendit tjetër ku kam qenë shumë njështë, kam qenë një repart ku ka qenë mbylur, domethënë me derë hyrëse, kam pas frigoriferin, ato ku kam lanë tabletat si kam përdorë për çdo ditë. Ose këtu. A kam bona i problema herët menaxhmentit i Trepçës kur e kom në njësin tjetër? Jo, s'kom pas këto probleme. S'ke pas? Ja, s'kur farë probleme, s'kom pas, ato kam qenë me konkurs të brendshëm, domethënë këtë të gjitha procedurat i kam pas ato, domethënë për atë vend punës, me kontratë me afat pasaktuar. Kërkesa jote u kon veç me u kthy në njësi. Po, veç me u kthy edhe çdo gjallë me kon, edhe me kon rahat, edhe ata din tamam me kon. Po me sa po e kuptoj, ata kanë ndru njësin, gjë që nuk përshtatet me kushtet e shëndetit. Me shëndetin tëm, ashtu. Edhe kur ti ke bo ankesë, ata të kanë largu prej punës. Po, domethënë cili ka qenë arsyetimi i tyre kur ta kanë jep lajmin që i kimu largu? Unë kam kërku pushim pa pagesë. Me rekomandim mjekut, domethënë çdo gjë, çka e foli, domethënë e dokumentoj. A mundesh më na tregu? Po, mund na tregu, domethënë që kur kam domethënë raportin e mjekës, domethënë faktikisht domethënë neurologët për shkak të natyrës së sëmundjes dhe përkesimit eventual rekomandohet pushim mjekësor deri në përfundim të procedurës mjekësore. Kjo është me 23/05/2025. Mirë po, me këtë raport çdo herë kur foli me mjekja e punës, që më pas e cila më ka sugjeruar se çka më vepruane. Domethënë kjo është raporti i mjekës tonë me 26/05/2025. Në bazë të raportit e neurologut të datës 23/05 është rekomanduar pushim mjekësor për shkak të natyrës së sëmundjes dhe përkesimit eventual pushim mjekësor deri në përfundim të procedurës mjekësore. Unë kam bërë kërkesë, ata nuk ma kanë aprovu pushimin mjekësor. Njëra është absurde se çka kanë thonë ata. A ditë se kam bërë kërkesën, a ditë ma kanë kthy përgjigjen. Po mirë po gjatë bisedës me drejtoreshën e burimeve njerëzore, kam bisedu me to dhe ajo më ka sugjeruar se ta bëj edhe një herë një kërkesë, po kam bërë kërkesën, po ata nuk më kanë kthy përgjigje. Pastaj kam vazhduar te mjekja, ku
të mjekë, domethënë ku I kam, domethënë shenjat. Në termin e punës e them shenjat. Po çdo domethënë fillim muajit që e kam pushimin që 60 domethënë këtu I kam 60 muaj. Rrotet 2025. Nga UD drejtoresha e shërbimit të përbashkët Adelina Kadria. Domethënë punëse Bar Ibrahimi numër ka refuzuar mirë po është para refuzimit se ditë I për pushim pa pagesë nga ana kryeshefit. Ky veprim përbën shkelje të rëndë të detyrimit të punës pasi mosparaqitja në punë pa arsye të justifikueshme. Domethënë arsye të justifikueshme. Po e kuptoj, ashtu që ke pas arsye të pa justifikueshme. Bash, po, ndërkohë që ti ke pas raporte punësore që nuk e gjejnë në gjendje për me punë. Po, gjitha, domethënë me punu, po unë faktikisht jam kon pushim mjesor, se këtu nuk e kam marrë në dikun, po nuk e kam marrë këtu pe Trepsës. Domethënë Trepsa mu mjek jam kallëhes me pushim mjekësor. Çdo gjë sa I përket dokumentave unë jam çdo gjë në rregull. Mirë po, ata kanë po tullës çto. Po nuk kem ato nuk ka zyrë ligjore, se me kanë zyrë ligjore tamam si duhet. Juristi nuk është. Nga dokumentacioni paraqitur nga doktoresha e qendrës së mjekësisë së punës rezulton gjithashtu se I punësori nuk është I aftë për punë. Unë kërkun nuk kam dokument që më shënon mua se jam I aftë për punë. Jam I aftë për punë, po domethënë caktune, disa gjëra caktune. Mirë, kam kontaktuar në mjekën dhe I kam thonë se kështu e ke boti në raport, ju thonë kur fa raportin nuk kam bërë raportin, tamam situata ç'është është. Jo se ai nuk mundet me jep konstatim për mua, se ai nuk është specialist në neurologë nuk është. Domthonë edhe ajo bëhet me raport konzillar me 3 mjek. Domthonë për me konstatuar se është I aftë apo s'është I aftë. Unë raportin konzillar unë e kam mjekësisë punës. Domthonë datës 16/9/2024. Shumë pjas, arsyetimin domethënë e jap, po në po lidh në atë se dhe I punësorë kanë krijuar marrëdhënie pune për kohë të pacaktuar me kontratën e punës me numër 820 për pozitën punë administrator në makinat e shpimit me çekan pneumatik. Domethënë ky është vendi të cilin jam kon, domethënë me konkurs të brendshëm edhe është edhe cekne. Kurse në vendimin numër 4832, datës 3/09, punëdhënësi ka transferuar të punësorin në pozitën e punës punëtori mbrojtës mjedisit dhe ambientit. Gjithashtu është konstatuar se në raportin mjekësor të datës 16/09 me numër 962 të Institutit Mjekësisë së Punës, përcaktohet se rrethanat të cilat gjatë punës duhet evituar, për punësin janë puna në lagështi, nxehtësi dhe në të ftoftë, puna në plorë dhe tym, se dhe ku ka helme industriale. Domethënë inspektori ose arëm palëve në procedurë punëdhënëse dhe pjesëmarrës punëmarrësit se në rastet kur kemi të bëjmë me punonjës që kanë probleme shëndetësore dhe konstatim nga mjekësia punës punëdhënësit duhet të marrë për bazë gjendjen. I ka gjobit po. Po domethënë se kanë marrë për bazë Institutin Mjekësisë së Punës. Po raportin. Po. Përsëri. Ka qenë shtëpia e dytë e ish minatorit Bahri Ibrahimi. Këtu ai ka kontribuar duke I përballë edhe shëndetit të tij për 6 vite radhazi, një vit si minator kurse 5 vite të tjera si mjeshtër teknik.
Ish minator i Trepçës, çka do me thonë me konë minator për ty? Do me thonë shumë se vetë qyteti minatorëve. Çdo njeri ka dëshirë me konë pjesë e Trepçës. Unë kam pas dëshirë dhe kam apliku në vitin 2019 dhe jam pranuar në punë. Jam krenar për ato ditë cilat kam punu ato. Pse e ke gjithë pikrisht më bo minator e jo diçka tjetër? Po, unë jam teknik i maqinisë me profesion. Dhe kam menu se do të gjoj një vend ato dhe për ata edhe kam apliku. Kurse tash jam student i vitit 2 domethënë maqinerisë. Apo? Po. Në fakultetin në Isa Boletini të Mitrovic. Që sa je në tu punu në Trepçë? Pej 2019. Pej 2019. Po. Cila u konë, paraprakisht më tregove që ke punu në dy njësi, cila u konë ajo që të ka tërhek pak ma shumë e ke gjetë vetën ato edhe pse? Po ajo do më thonë makineri, ato ku kam qenë njësinë e makinerisë, ato po, se do më thonë është përshtat me zanatin tem. Do më thonë me mjeshtrin time, se tregova dhe më herët jam teknik i makinerisë, plus jam student i vitit 2, do më thonë dega makineri për ata. Çfarë ndjenja është kur eshe me fat aty te Trepça kur t'esh? Është ndjenjë e mirë, me të vërtetë është ndjenjë e mirë. A ke pas familjarë që kanë punu ma herët në Trepç? Po, kam punu 2 axhallarë të mi. Çka jo punat, çka kam punu? Njëri ka punu në minirë, kurse tjetëri ka qenë vëzet si ndihmës shpejt. A na tregon pak rreth punës tone, çka bën saktësisht, qysh i bën krejt punët? Po ato është, do të thonë, njësia në makineri është vendi posaçëm ku makinat e shpimit nga miniera kanë ardhur ato dhe unë i kem reparu bashkë me kolegën e nderuar me të cilën kam punuar ato. Do të thonë ato kam pasur mësues, ai unë kam mësu për makina. Ku i falenderoj shumë i falenderoj. A hetim që shtot edhe e realizojmë A mundesh më na shpjegu pak ma shumë për neve, që për shembull unë për veti nuk jam hyrë asnjëherë në Trepç, edhe nuk më ka rënë rasti me pa qysh është. A mundesh më na shpjegu pak qysh është ajo hymja, çka ka, qysh tek? Po hymja porta kryesore është ai i thonë në atë jargonin e Trepçës është shakti i thonë, domthonë është lifti shkon domthonë horizonte. Në cilat unë kam punuar në 10 horizont, më shumë. Po në 10 horizont ato një vjet, po pas probleme shëndetësore diçka si kam pas, kam dalë nga miniera. A e din sa është thellësia maksimale? Në metë horizont, me sa e di unë, dikon është 800 metra. Unë është më na tregu sa është e kënaqshme puna për ty me kolegët ato qysh është Kristofe, a shkoni mirë mes vete? Shumë mirë, është e kënaqshme. Për pos vështirësia ka se miniera është minier, ama është stafi është mirë kur punohet ato. Çdo gjë është perfekt. Për mua ka qenë perfekt. Punë me ushqim çu keni? Punë me ushqim, domethënë për moment atë u tash të marr bukën me vete, se menza herë ka punu, herë s'ka punu për ata. Aktualisht a është tu punu ajo? Jo, nuk punu. Ja nuk është punu. Më sa duket 2 vjet ashtu. Po 2-3 vjet po. Kështu se qytetari i qytetit Mitrovicës, sa mendon që e kemi pasurinë natyrore Trepçën? Po pasuri shtetërore shumë, domethënë ka të gjitha. Po vetëm duhet investim, pa investim kur gjë është. Çka mendon që duhet me investu në Trepçë? Krejt. Pej fillimit, pej liftit do të me investu, mos folim tani edhe për mjetet e tjera. Gjitha. E cila është puna më e vështirë që punojnë në Trepçë? Puna më e vështirë është e zetarit. E zetarit, ajo është punë e zërshme është. Ajo më e thjeshta? Ka thjeshta, ka dhe thjeshta, ama puna në minierë është kejtë e zërshme. Nuk ka punë të lehtë në minierë. Pse? Pse saktësisht, çka? Po vetë, domethënë me hitin në tokë 800 metra në tokë është normal është e zërshme, është e mëndimshme. Çka të ka bu me zgjedh me u bu minator? Dashuria ndaj Trepçës.